Aventurat e Tomasit në kopshtin zoologjik, një ditë plot zbulime. A jeni gati për një aventurë të jashtëzakonshme me Tomason, një djalosh plot kuriozitet dhe energji? Imagjinoni një ditë me diell, ku Tomasi hyn në kopshtin zoologjik me prindërit e tij, i emocionuar për të parë kafshët e ndryshme. Ai vëzhgon luanët që pushojnë, majmunët që luajnë dhe elefantët që spërkasin ujë. Tomasi bëhet mik me një kujdestar, i cili i tregon kuriozitete interesante për kafshët. Ai ndihmon edhe në ushqimin e kecave në rrethimin interaktiv, duke mësuar se si të kujdeset për to. Tomasi sheh një papagall të vogël të trishtuar, sepse ka humbur mikun e tij. Me ndihmën e kujdestarit dhe fëmijëve të tjerë, ai kërkon papagallin e humbur dhe e gjen pranë liçenit të rosave. Të gjithë duart trokasin Tomason për zemrën e tij të mirë. Papagalli i dhuron një penë të ngjyrosur si kujtim. Tomasi kthehet në shtëpi i lumtur, duke ditur se ka jetuar një aventurë të paharrueshme. Mos harroni, mirësia e bën botën një vend më të mirë dhe kafshët kanë nevojë për miq dhe kujdes, ashtu si ne. A doni të bëheni edhe ju si Tomasi? Vizitoni kopshtin zoologjik më të afërt dhe mësoni më shumë për kafshët. Ndihmoni në kujdesin e tyre dhe bëhuni miq të tyre të mirë.